procesi zgjedhor po vazhdon të zhvillohet në mënyrë të qetë, të rregullt dhe demokratike në të gjitha komunat e Kosovës, përjashtimisht disa incidenteve të izoluara në disa komuna. Një shqetësim që na vjen në mënyrë të përsëritur është ndryshimi i vendvotimeve në disa komuna, po sigurisht që kjo nuk vlen vetëm për votuesit tonë, duhet të jetë një shqetësim më i madh i cili duhet të adresohet nga KQZ-ja për zgjedhjet e ardhshme. Po përtej kësaj, lajmet që po marrim nga tereni janë jashtëzakonisht pozitive, pjesëmarrja në votime është në rritje, entuziazmi i qytetarëve është i dukshëm. Në shumë komuna, veçanërisht aty ku Partia Demokratike e Kosovës garon me kandidat të fortë dhe ekipe të përkushtuara, vrehet një frymë e qartë, mbështetje dhe besimi. Qytetarët e Kosovës po e dëshmojnë sot se janë të vetëdijshëm për rëndësinë e votës së tyre. Ata po votojnë për komuna që duan t'i shohin të zhvilluara. Ne, në Partinë Demokratike të Kosovës, jemi mirënjohës për këtë pjesëmarrje dhe besim që deri në mbylljen e vendeve të votimit do të ruhet e do të fuqizohet edhe më shumë. Si gjithmonë, ne i ftojmë të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës që ende nuk e kanë ushtruar të drejtën e tyre të votës, ta bëjnë këtë deri në ora 19. Të votojnë me zemër, me bindje, me shpresë dhe me përgjegjësi për të ardhmen e komunave të Kosovës. Sot, më shumë se kur, po shihet qartë që qytetarët duan stabilitet dhe zhvillim. Jam e bindur se dita do të përmbyllet me pjesëmarrje të lartë, me shumë lajme të mira nga çdo komunë e vendit dhe me një proces zgjedhor që do të konfirmojë pjekurinë demokratike të qytetarëve tonë. Faleminderit dhe vazhdojmë kështu me besim deri në fund të ditës. Faleminderit. A keni ndonjë pyetje? Faleminderit shumë, punë të mbarë. Edhe një herë, falenderim i posaçëm për mediat, për komisionerët, për vëzhguesit, për organet e rendit dhe për secilin që po përkujdeset që kjo